i triumfit mbi padrejtësinë. Është edhe një thirrje e njerëzve për të kuptuar që ati po i ndodh një padrejtësi bashkë me krerët e UÇK-s, po jo atyre si individ, po Kosovës si shtet dhe tarmës edhe tarmës të fëmijëve tonë, sepse atje nuk po gjykohen individet, po gjykohet lufta ushtriqërimtare të Kosovës, po gjykohet historia jonë, po gjykohet e kaluara jonë, rrjedhimisht edhe e armja jonë. Qysh është itinerari i tij, ndoshta rregullat strikte nëpër cilat duhet me kalu ai deri nesër sa është në Kosovë? Po këto regla e kemi pa nga përvoja dhe me të tjerët, edhe me rastin e zotit Veseli, Jakub Krasniqi, Gucati, Haradina, e kemi pa që janë procedura shumë të vështira. Do të thotë për ata që janë në Hagë, sepse krejtë rrugtimi është i vështirë, dhe edhe ballafaqimi me vdekje nuk është i lehtë, edhe takimi me familjen në këto rrethana nuk është i lehtë. Unë personalisht nuk kam informacione për se ku gjendet, qysh ka me rrjedh tash e tutje agenda, por atë që kemi pa në media është që ai tashmë ka pas një take me nënën e tij, me bashortën e tij, dhe kemi parë po ashtu edhe këtë gjestin e tij para varrit të babait. Pra, kjo është çka kemi pa. Nuk është se opinioni publik edhe ne kemi qenë më shumë të informuar se sa që kanë qenë. Dhe pjesëtarë tjerë të familjes në zyrat e Euleksit, në hapësirat e Euleksit. Do të flas pak për krejt ceremoninë edhe të ngushëllimeve, qysh e pe edhe masivitetin, po edhe disa prej njerëzve që u komentuan, edhe që dërguan ngushëllime nga distanca, edhe që ishin për së afërmi për ta ngushëlluar familjen Thaçi. Po, arrest solidariteti është një vërtet që i ka mbajtur shqiptarë në kohën ku na s'kemi pas institucione, ku s'kemi pas institucione as shtetërore, as legale, po edhe as morale. Pra, solidariteti është diçka që neve na ka përbashku si popull. Solidariteti është diçka që na ka mbajtur si popull. Kur dikush ka qenë kur ka pas dikush nevojë, ka qenë instinkti solidariteti që na i kemi dalë në ndihmë atij. Presidenti tha që krerët e UÇK-s tash e 4 vite janë mbahen padrejtësisht në paraburgim.